Unë kam qenë te kolegji i gocave, te kolegji turk. Çfarë? Ku ke qenë? Kam qenë te Mehmet Akifi. Ke qenë te Mehmet Akifi? Po, ndoshta duhet të flasim për këtë më shumë se për Eurovision. Dalemi këtu. Si ke qenë te Mehmet Akifi? Ky ishte ai kundër Erdoganit apo jo? Po, diu. Ai është Gylenis. E kanë mbyll tani, nuk e di. Po e mbyllën atë? Po si ishte jeta në një kolegj femrash? Shumë e mirë. Jo, ishte më vërtet shumë. Po shoh depresion në sy të tu. Po shoh. Jo, se shumë mirë ishte, domethënë, okay, kishte ato rregullat e veta, ishte pak fillim. Shikoj, në fillim ishte me hablla. Kush e di kë njeh. Që ka qenë aty. Më trego. Ke qenë në kolegj gocash? Felixi, çfarë? Ora ku ke qenë? Unë kam qenë turk. Ku ke qenë ti? Në vërtet? Jo, po keni qenë më mirë. Jo, ato janë shkolla shumë të mira, me thënë drejtën, dhe Mehmet Akifi dhe Turgut Ozali janë shumë cilësore si shkolla. Nuk e nxjerr gishtin, po nxjerr. Seriozisht e keni, janë super shkolla. Janë të mira vërtet o. Po pse mo çfarë? Po dalla se dua të di një çfarë kufizime kishte. Po s'kan çuna në klasë pra. Ndryshe nga Turgut Ozali që ne i urreni me shpirt. Se keni pas dhe bi. Se ne dilnim nga shkolla.